Plasin lotet live Gjeneta Fetahu shkatërohet para kamerave. Çfarë i bën Adri dhe Iliriana? Asgjë nuk ishte ashtu siç pritej. Ish finaliste e Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, e njohur për karakterin e saj të fortë dhe gjuhën e mprehtë, ka pësuar një kolaps emocional para kamerave. Ajo që nisi si një intervistë rutinë me shpëtim deskun, përfundoi në një moment që po bën xhiron e rrjeti. Mesazhi që shkatërroi mburojën e Gjenetës. Ndërsa fliste për suksese dhe jetën pas reality show-t, Gjeneta është zënë matë nga një surprizë që nuk e kishte imagjinuar. Adri dhe Iliriana, dyshja që ka pushtuar tregun muzikor këtë vit, kanë thyer heshtje me një gjest që ka prekur telat më të ndjeshëm të ish banores. Gjeneta ka qenë imazhi kryesor në 2 prej hiteve të tyre, por askush nuk e dinte se sa i thellë ishte raporti mes tyre. Sapo dëgjoi fjalët e tyre, Gjeneta u shkri live pa filtra dhe pa skenare. Ajo nuk i mbajti dot lotët, duke treguar një fytyrë që publiku nuk e kishte parë kurrë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ky moment ka shokuar ndjekësit, të cilët ishin mësuar ta shihnin Gjenetën gjithmonë në sulm. Vlerësimi i Adrit dhe Ilirianës e ka prekur atë në pikën më të dobët, duke vërtetuar se pas lojtares fshihet një vajzë që kërkon vetëm mirënjohje dhe dashuri.